Aktori i njohur turk Can Yaman ka emocionuar publikun gjatë pjesëmarrjes së tij në festivalin tradicional Carnolo Fest në Sicili, ku foli për herë të parë në mënyrë kaq personale për rrënjët e tij shqiptare dhe lidhjen me babain. Ylli i serialit Sandokan ishte i ftuar special në aktivitetin që u zhvillua në Piana degli Albanesi, e njohur ndryshe si Hora e Arbëreshëve, një nga qendrat më të rëndësishme të komunitetit arbëresh në Itali. Gjatë festivalit, aktori u nderua dhe me çmimin Premio Ora Skënderbe, si vlerësim për lidhjen me kulturën shqiptare dhe ndikimin që ka tek publiku arbëresh. Momenti më prekës i mbrëmjes ishte fjalimi i Can Yaman, i cili ndau kujtime nga rrofimet që i bënte i ati për fëmijërinë dhe origjinën shqiptare. Babai im tregonte për fëmijërinë e tij që jetonte si një shqiptar, me shumë liri, duke u rritur mes shoqërisë. U shpreh aktori mes emocionesh, ndërsa publiku e priti me duar trokitje të gjata. Prania e tij në festival ka bërë bujë edhe në rrjetet sociale, ku videot dhe momentet nga eventi janë shpërndarë gjerësisht nga fansat në Itali, Shqipëri dhe Turqi.